Më vjen keq zotëri, bagazhet nuk lejohen. Realiteti i jetës, fjalë të thjeshta, por të rënda si e vërteta, fjalë që nuk kërkojnë shpjegim, sepse një shpirti para se të kuptojnë mendja. Në kalimin e madh të jetës, nuk marrim asgjë nga ajo që mbajtëm fort me duart dhe me zemrën tonë, asgjë nga ato që na rënduan me frikë, egoizëm, krenari apo dhimbje. Gjithçka që dashuruam në mënyrë egoiste, gjithçka që mbajtëm nga frika se mos e humnim, mbetet pas. Dhe jeta, me urtësinë e saj të heshtur, na mëson gradualisht të ecim lehtë, sepse vetëm ata që kuptuan se thelbësorja nuk futet në bagazhe, din të ecin pa u rrëzuar. Kisha e ka përshpëritur këtë të vërtetë ndër shekuj, me fjalë të buta dhe ngushëlluese. Lakuriq dola nga barku në anësime dhe lakuriq do të kthehem, thot i drejti Job. Fillimi dhe fundi ynë janë të njëjtë, pa prona, pa mburoja, vetëm shpirti përballë Perëndis. Dhe vetë Zoti na paralajmëron, mos grumulloni thesare mbi tokë, aty ku mola dhe ndryshku shkatërrojnë, sepse atje ku është thesari juaj, atje do të jetë edhe zemra juaj. Në dritën e kësaj të vërtete, bagazhet e jetës zbulojnë fytyrën e tyre të rreme. Pasurit, pushteti, lavdia, justifikimet, madje dhe plagët që nuk pranuam t'i shërojmë, nuk kalojnë portën e përjetësisë. Nuk kalon as krenaria jon, as e drejta jon për hakmarrje. Ajo që kalon është pendimi, përullësia, dashuria dhënë pa kushte. Prandaj, apostulli Pavël na kujton se jeta nuk është zotërim, por dhurat, jo grumbullim, por udhtim. Dhe kur njeriu pranon këtë, pushon së frikësuari, mëson të lëshoj, të toleroj, të fal, të ecë pa barë. Dhe kalimi, sa do i vështirë të duket, ndriçohet nga një shpresë e qetë. Ai që na pret, nuk kërkon bagazhe, kërkon zemër të thyer dhe shpirt të përullur. Zemër të thyer dhe të përullur o Perëndi, ti nuk e përbuz kurrë. Amin.